Qeveria që po zhytet nga aferat e korrupsionit ka vendosur më në fund të bëjë një analizë të investimeve tuaja. Ka qenë një legjislacion që pak muaj më parë kanë propozuar në parlament. Po, sigurisht që djalli gjithmonë ndodhet në detaje. Çfarë propozon qeveria? Dy element kryesor. E para, analizën e sigurisë të burimeve dhe kompanive që do të vinë këtu në Shqipëri, do ta bëj po vetë qeveria, që sot zyrtarisht është nën akuzë e nën hetim si grupi strukturuar kriminal. E së dyti, kjo analizë do fokusohet vetëm tek media. Po çfarë do ndodh me gjithë sektorët e tjerë, me infrastrukturën, me energjinë, me teknologjinë e informacionit në fund të ditës? A do të hetohen, do të analizohen investitorët e huaj që vinë në këtë sektor? Le të themi, projekti i fundit që qeveria po zhvillon për sa i përket kamerave Smart City në qytet. Cilët janë kontraktorët? Si do sigurohemi ne që këto investitorë që po vinë janë nga burimet sigurta dhe nga vendet sigurta? Tani e kuptoni që një grup i cili zyrtarisht është në akuzë si grupi strukturuar kriminal, përveç se të dhënave të gjendjes civile, të ILB-njës, të dosjeve hetimore, mund të ketë nesër edhe këto të kamerave të qytetarëve. Ky është një problem i jashtëzakonshëm, sepse ky sigurisht lidhet jo vetëm me një angazhim për procesin e integrimit, e për një ligj që na duhet për procesin e integrimit, për analizën e investimeve tuaja, por kjo lidhet edhe me një detyrim, me norma, standarde, me vlera që duhet ketë Shqipëria. E unë po besoj dhe shumë shqiptarë nuk kemi absolutisht besim që kjo mund vi nga një qeveri e cila sot po zhytet në aferat e korrupsionit.